Mirë, kur flesi për këto, do më thënë, vrejtjet e juja në drejtim të partisë parë, e cila si pas jush po del që është jo bashkëpunuese me opozitën, apo thënë ndryshe i organizon disa takime që shumë kush po i qunë taktizime, një prej akuzave tjera që vije pikërisht nga kjo parti, përkatësisht nga zoti Kurti, është po parti tjera s'po kanë kandidat, s'po japin kandidat, s'po japin emër. Po jo tash e dini në proceset që i kaluam, ne kemi pas një presidentit e Republikës e cila ka qenë duke udhëhequr presidencën që për 5 vite më radhë, e cila do të thotë ka qenë pjesë e garës elektorale së bashku me lëvizjen vetëvendosje, zonja Vjosa Osmani, dhe po vrehet qartë që kryeministri Kurti nuk e deshje asat për presidentin e Republikës së Kosovës. Keni qenë ju të kaqshëm ta përkrahani? Po. Zonja Vjosa Osmani i ka pasur mbështetjen e plot Lidhjes Demokratike të Kosovës si president të Republikës.